konteksti bisedës, tash pse ka shku Albini në Mitrovicët, mendoj që pajtohem me Astritin, nuk ka këtu të bëj me projektet e sarmës për komunat, 2 komunat, sepse zoti Kurti është kryeministër në detyrë, dhe si kryeministër në detyrë nuk i përket të krijoj projekte të sarmës, mund me zbatu projektet që i ka pas më herët, po jo diçka tre. Dhe tash me këshyr holle nëse zoti Hamza e ka konsideru këta si kryeministër në detyrë, i cili nuk i përket bëj projekte sarmës, në ashtë edhe së dash me taku hiq, sa është kryetar aktual, dhe është rival politik, po ja që u takun. Ka një muaj e gjys që Albini... Ka një muaj e gjys që Albini po e kërkon... Ka shku qështu Pahiri, në lojën e Trepqës, që kena aty në publik, Pahiri si kena. Qëre, na që jemi kon aty e dim që zoti Kurti, po besoj që edhe zoti Hamza nuk takon Pahiri me kërkon, asë ndeshjet të basketbolit nuk shkojnë. Pahiri s'ka politik. Nuk ka Pahiri... Po tendenca ka qenë që takimit ndodhë në Prishtinë në zyret qeverisë. Me që nuk ka... Në vazhdimsi. Një takim i tillë është refuzu për një muaj e gjys. I ka thonë nëse ki punë për komunë, hajde në komunë. Hajde në shtëpi ju pres. Atëherë u konë me shku edhe Bedri Hamza dhe i Mitrovicës Veriu ta Vish Bedria. Ja, Vish Bedria. A po, a? Ha thasha i shkreti Vish e ka prit Bedri Hama. Ati që mandej. Ati që Vish e ka prit Bedri Hama. Ati që mandej. I ka thonë erdha për ty. Ati që mandej. Ati që mandej. I ka thonë ati që të erdha për ty, për tash pas erdha për ty s'kam qore pa nalët e Bedria. S'ka kuptim. Nuk dhash analizë, informat. Ti mund të kesh informat, unë po jap analizë, do më thonë, nuk ke bërë shoh që mundët më bërë një takim për të ardhmën e Mitrovicës nga qëto pozicione që i ka ndërtu palët. Do kishe me qenë krejt rregull me dalë një urgjencë, me thonë, qyre se kemi një emergjencë në Mitrovicë, prandaj duhet ta bëjmë një investim të shpejt, për diçka që nuk është e paparashikueshme. Për emergjencë. Që një muaj gjysmë është të tillë, domethënë nuk ka diçka të tillë për cilën na është treguar spaku sot. Na është na treguar ditët e ardhshme. Pra më shumë po mendoj që është para përgatitje për punimin e terrenit, për më mësu me fytyrat, çumje ballonit me këshyra apo kalon apo nuk po kalon, sepse nëse kemi zgjidhje të situatës, do të kemi njërin prej zgjidhjeve më reale është që kjo. Me u bo koalicioni VVPDK. Brejvart. Tjera janë zgjidhje... Sadrin, me që të punë Sadrin... Që të ke po bashkë Sadrin e Mitranon dëtë me 700 opcion. Profesori pajtohet me kalimin në kohës. Me 100 opcion i tranon të dëtë. Dy punë në kohë i tranon dëtë. Me zi shka pjetë rëgoj. Studio tjera për shkak të ofendime vera ma pojë që i këtë delke jashtë. Që tu për shkak që sa i deklarohet e ka qasë me do njështë. Dëtë kanë nëzek. Ka dal dole vjen... Në umër për e them Rama Baja. Rama Baja ka pas probleme i shullheqin e PDK-s. Nuk ka tash problemet, dorë në zamër tash. Me gjitha të jenë reformu pa. Rama Baja se kalujnë tjera tema, apo najna tjetër diskutojnë. Jenë reformu pa. Po pikrish dhe për shta po thonë. Me që s'po kemi zhvillime piu, toleroj kështu me ma ndërprej fjallën. Qka ti me bo? Qka na bon? Qka na bon nëse ta ndërprej? Qka na bon? Kush e ka tute? Qka na bon jëllë? Kur gjo, valla, vish protestoj. Na po ta pecojmë, Me vazhdojmë ma vonë. na po ta pecojmë, Koalicioni me e tupja e ne krejt. Lele së tupi që atështë me thonë për koalicionin PDK VVV. Brejvartin, që aty e nalë. Të Brejvarti e dojnë. Nëse ka një qeveri që mund tjetë afatgjate, është që kjo. Krejt tjerat jënë zgjidhje të afat shkurte, përfshi edhe qeveria uniteti. Sepse qeveria unitetit bëhet për një afat caktum, derisa shkojmë në zgjedhje. Qeverit me 61 deputet, me nisma, me qnisma, bëhen prapë për 6 mujtet. Pra, nëse ka një qeveri që dojnë palët me bo, me provu, bëjrëm që kjo është. Tjetër nuk ka. Nuk ka në ofertë. E tash... Ti kërkum shumë. Zgjidhja deri tash është vrejtje, ndaj se cilës mundësi mu kompromitua. S'hi me PDK-n se më dëmëton, s'hi me LDK-n se më dëmëton, dhe më thonë, gjenë vrejtjen se cilin detaj. Nëse do me bu, që ta ki me bu. Nëse s'do me bu, ullu shpalli zgjedhjet. Ullu meru vesh, me shpalli zgjedhjet dhe me hes tutje.